Askush nuk e priste atë ditë. Në një fshat të qetë, ku çdo sekret mbetej i varrosur për vite, një lajm tronditi të gjithë. Një burrë 84 vjeçar vendosi të martohej, por jo me një grua të zakonshme. Nusja ishte shumë më e re, dhe më e rëndë akoma, ajo ishte vajza e vëllait të tij. Familja u përça, njerëzit filluan të flisnin pas shpine, dhe pyetja që të gjithë bënin ishte e njëjtë. Çfarë çoi këtë histori drejt një vendimi kaq të errët? Por e vërteta që fshihej pas kësaj martese ishte shumë më e thellë, më e dhimbshme, dhe askush nuk ishte gati ta dëgjonte. Në skajin e fshatit jetonte Alfonsi, një burr i moshuar, i cili kishte parë më shumë vite se sa shumica e njerëzve rreth tij. Ai ishte 84 vjeç, me flokë të thinjur dhe një trup të lodhur nga koha. Por mendja e tij ishte ende e mpret. Për dekada me radhë kishte jetuar një jetë të qetë, pa shumë zhurmë, duke u kujdesur për tokën dhe duke mbajtur larg konfliktet. Por pas kësaj qetësie fshihej një histori e ndërlikuar familjare. Alfonsi kishte pasur një vëlla më të vogël, Ilirin, i cili kishte qenë gjithmonë më impulsiv, më rebel dhe më i dashur nga njerëzit. Ndryshe nga Alfonsi që qëndronte gjithmonë në hije, Iliri ishte qendra e çdo feste, çdo bisede, çdo gëzimi. Por jeta nuk e kishte trajtuar mirë. Iliri u martua i ri dhe pati një vajzë, Eriolën. Eriola ishte një fëmijë i qetë, me sy të mëdhenj dhe një buzëqeshje që mund të shkrinte çdo zemër. Që në vogëli, ajo ishte shumë e lidhur me xhaxhain e saj, Alfonsin. Ndërsa babai i saj shpesh mungonte për shkak të problemeve të tij, Alfonsi ishte gjithmonë aty. Ai që e çonte në shkollë, ai që i lexonte për ralla, ai që i mësonte si të mbillte lule në kopsh. Por vitet kaluan dhe gjithçka ndryshoi. Iliri filloi të përfshihej në borxhe dhe probleme serioze. Një ditë, pa paralajmërim, ai u zhduk nga jeta e familjes. Disa thanë se kishte ikur jashtë shtetit, të tjerë se kishte rënë në rrugë të këqija. E vërteta nuk u mor vesh kurrë. Eriola mbeti vetëm me nënën e saj dhe me një boshllëk që nuk mbushej dot. Alfonsi u përpoq të ndihmonte sa mundej. Ai ishte i vetmi mashkull që mbeti në jetën e saj. Me kalimin e viteve, lidhja mes tyre u bë gjithnjë më e fortë, por edhe më e ndërlikuar. Kur Eriola mbushi 18 vjeç, ajo ishte bërë një vajzë e bukur, e mençur dhe shumë e pjekur për moshën e saj. Ajo e shihte Alfonsin jo vetëm si xhaxha, por si një shtyllë të jetës së saj, një njeri që nuk e kishte braktisur kurrë. Por në fshat njerëzit filluan të flisnin. Fillimisht ishim vetëm për shpëritje. Pastaj thashe theme të hapura. Është shumë e lidhur me të. Diçka nuk shkon. Nuk është normale. Eriola filloi të ndihej në siklet. Ajo nuk kuptonte pse njerëzit mendonin gjëra të këqija për një marrëdhënie që për të kishte qenë gjithmonë e pastër. Por një ditë, gjithçka mori një kthes të papritur. Nëna e saj u sëmur rënd. Shtëpia u mbush me heshtje dhe ankth. Eriola, tashmë e rritur, u përball me përgjegjësi të mëdha. Alfonsi ishte përsëri aty, duke ndihmuar, duke u kujdesur, duke bërë gjithçka që mundej. Kur nëna e saj ndërroi jetë, Eriola mbeti plotësisht vetëm. Ishte një moment që ndryshoi gjithçka. Ajo nuk kishte më askën tjetër përveç Alfonsit. Dhe pikërisht në atë periudhë, marrëdhënia e tyre filloi të ndryshonte në mënyra që asnjëri prej tyre nuk i kishte parashikuar. Nuk ishte diçka e menjëhershme. Ishte një proces i ngadalt, i ndërtuar mbi vite afërsie, besimi dhe varësie emocionale. Eriola filloi të kalonte gjithnjë më shumë kohë në shtëpinë e tij. Ata hanin bashk, flisnin për orë të tëra, kujtonin të kaluarën. Në një botë ku ajo ndjehej e braktisur, Alfonsi ishte i vetmi që e kuptonte. Por ajo që askush nuk e kuptonte ishte se edhe Alfonsi po ndryshonte. Vetmia e tij, vitet e gjata pa një partner, dhe lidhja e fortë me Eriolën filluan të krijonin një ndjenjë që ai nuk dinte si ta përkufizonte. Ai luftonte me veten, duke e ditur që çdo mendim që kalonte kufirin ishte i gabuar. Por ndjenjat nuk ndjekin gjithmonë rregullat. Një mbrëmje, ndërsa ishin ulur në verandë, në heshtje, Eriola i tha diçka që do të ndryshonte gjithçka. Ti je i vetmi që më ke mbetur pa ty, nuk di çfarë do bëja. Këto fjalë goditën thellë në zemrën e Alfonsit. Ai e pa atë jo si vajzën e vëllait të tij, por si një njeri që kishte nevojë për të, që e zgjidhte atë çdo ditë. Dhe në atë moment, kufiri mes asaj që ishte e drejtë dhe asaj që ndjehej e vërtet filloi të mjegullohej. Ditët që pasuan u bën të çuditshme. Një tension i heshtur u krijua mes tyre. Asnjëri nuk fliste hapur, por të dy e ndjenin që diçka kishte ndryshuar. Deri në ditën kur Alfonsi mori një vendim që do të trondiste të gjithë. Ai i propozoi martesë.
jo si një akt pasioni, por si një mënyrë për të mos e humbur atë. Eriola mbeti pa fjalë. Ishte një moment që sfidonte çdo normë, çdo moral, çdo pritshmëri të shoqërisë. Por në të njëjtën kohë, ishte një ofertë që vinte nga I vetmi njeri që nuk e kishte braktisur kurrë. Dhe pikërisht këtu fillon historia e vërtetë. Propozimi I Alfonsit nuk ishte thjesht një fjalë e thënë në një moment dobësie. Ai ishte një vendim që kishte filluar të formohej në heshtje, ditë pas dite, ndërsa vetmia dhe lidhja e tyre bëheshin gjithnjë më të forta. Por për Eriolën, ato fjalë ranë si një rufe në një qiell të qetë. Ajo nuk foli për disa sekonda. Sytë ju mbushën me një përzierje emocionesh, tronditje, frikë, por edhe diçka tjetër që nuk donte ta pranonte. Martesë. Pëshpëriti ajo, sikur fjala vet ishte ndaluar. Alfonsi uli kokën. Ai nuk ishte burr që kërkonte shumë nga jeta, por këtë herë kishte kaluar një vijë që as vet nuk mendonte se do ta kalonte ndonjëherë. Nuk dua të humbas, tha ai me zë të ulët. Ti je gjithçka që më ka mbetur. Fjalët e tij nuk ishin të bukura, nuk ishin romantike, ishin të rënda, të vërteta. Dhe pikërisht kjo I bëri edhe më të vështira për t'u refuzuar. Eriola u ngrit nga vendi dhe filloi të ecte në verandë, me hapa të shpejtë. Mendja ishte mbushur me zërat e njerëzve të fshatit, të nënës së saj të ndjerë, të ndërgjegjes së saj. Kjo nuk është e drejtë, tha ajo më në fund. Njerëzit do të na shkatërrojnë. Alfonsi nuk u përgjigj menjëherë. Ai e dinte këtë. E kishte ditur që në momentin që mendimi I parë I kishte kaluar në kokë. Le të flasin, tha ai. Ata gjithmonë kanë folur, por këtë herë nuk ishte një thashethem I zakonshëm. Ishte diçka që do të trondiste çdo kufi moral të komunitetit. Ditët kaluan në një heshtje të rëndë. Eriola u largua për disa ditë nga shtëpia e Alfonsit, duke u përpjekur të gjente qartësi. Ajo shkoi te një afërme në një fshat tjetër, por edhe atje nuk gjeti paqe. Çdo mendim e çonte përsëri te ai. Ajo nuk mund ta mohonte një gjë. Pa Alfonsin ndihej e humbur. Kur u kthye, ai nuk e pyeti për përgjigjen. Ai thjesht e pa, si gjithmonë, me atë qetësinë që e karakterizonte. Por kësaj radhe, ishte Eriola ajo që foli e para. Nëse e bëjmë këtë, nuk ka kthim pas. Alfonsi e kuptoi menjëherë. Nuk ishte një po e thënë me gëzim. Ishte një po e lindur nga nevoja, nga frika e vetmisë, nga një lidhje që kishte kaluar çdo kufi të zakonshëm. Dhe kështu vendimi u mor. Lajmi nuk u mbajti fshehtë për shumë gjatë. Në fillim, ishte një kushëri I largët që e dëgjoi rastësisht. Pastaj një fqinj që pa Eriolën duke hyrë çdo ditë në shtëpinë e Alfonsit. Dhe më pas gjithçka shpërtheu. Fshati u trazua. Është turp. Kjo nuk ka ndodhur kurrë. Ai ka humbur mendjen. Fjalët u bën gjithnjë më të ashpra. Disa fajsonin Alfonsin, duke thënë se kishte përfituar nga dobësia e vajzës. Të tjerë fajsonin Eriolën, duke e quajtur mosmirnjohëse ndaj kujtimit të babait të saj. Familjarët e largët filluan të ndërhyjnë. Një ditë, 3 burra nga fisi I tyre erdhën në shtëpinë e Alfonsit. Nuk erdhën për të folur, por për të ndaluar atë që po ndodhte. Kjo martesë nuk do të bëhet, tha më I moshuari prej tyre, me një ton që nuk linte vend për diskutim. Alfonsi qëndroi I ulur, pa u ngritur. Unë nuk po ju kërkoj leje, u përgjigja ai qetësisht. Kjo vetëm sa e përkeqësoi situatën. Zërat u ngritën, akuzat filluan të hidhen në ajër. Eriola qëndronte në këmbë pranderës, e ngrirë, duke parë se si jeta e saj po shpërbëhej para syve. Por pastaj ndodhi diçka që askush nuk e priste. Njëri nga burrat, një kushëri I vjetër I Ilirit, tha një fjali që ndryshoi gjithçka. Ti nuk po martohesh me mbesën tënde, po përpiqesh të fshehësh një mëkat të vjetër. Heshtje. Një heshtje që dukej sikur ndali kohën. Eriola e pa Alfonsin, e hutuar. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti ajo me zë që I dridhej. Por Alfonsi nuk foli. Për herë të parë, ai nuk kishte asnjë përgjigje. Burri vazhdoi. Të gjithë këtu e dim të vërtetën, vetëm ajo jo. Sytë e Eriolës u mbushën me lot. Cilën të vërtetë? Bërtiti ajo. Askush nuk donte ta thoshte. Ishte një sekret që kishte qëndruar I varrosur për dekada. Një sekret që, nëse dilte në dritë, do të shkatëronte gjithçka. Por tashmë ishte shumë vonë për ta ndalur. Alfonsi mbylli sytë për një moment, sikur po përgatitej për gjën më të vështirë që kishte bërë ndonjëherë. Dhe pastaj ai foli. Ka gjëra që nuk I ke ditur kurrë. Zëri I tij ishte I rëndë, I mbushur me faj.
Dhe ndoshta kjo martesë nuk është ajo që ti mendon. Eriola ndjeu sikur toka po I rëshiste nën këmbë, sepse në atë moment ajo e kuptoi një gjë. E vërteta që po vinte do të ishte shumë më rëndë se sa vetë martesa. Heshtja që ra në atë dhomë ishte më rëndë se çdo fjalë që ishte thënë më parë. Sytë e të gjithëve ishin drejtuar nga Alfonsi, por këtë herë ai nuk ishte më burri I qetë që mbante gjithçka nën kontroll. Duke I thyer sikur po mbante mbi supe një bar që kishte pritur gjithë jetën për ta fshehur. Eriola bëri një hap përpara. Lotët I rridhnin pa u ndalur. Fol, tha ajo me një zë që mezi dëgjohej. Nuk mund të më lini kështu. Alfonsi ngriti kokën ngadalë. Sytë e tij nuk ishin më qetësi, ishin të mbushur me një dhimbje të thellë, me pendes, me frikë. Babai yt, filloi ai, por zëri ju thye. Njëri nga burrat ndërhyri me një herë. Thuaje të vërtetën siç është. Mjaft e ke fshehur. Eriola u kthye nga ai, e tronditur. Çfarë të vërtete? Alfonsi mbylli sytë për një moment. Pastaj I hapi sërish, sikur po merrte forcë nga brenda vetes. Iliri nuk ishte gjithmonë ai që ti ke menduar. Fjalët dolën të ngadalta, të kujdesshme, por çdo rrokje dukej sikur çante ajrin. Para se të martohej me nënën tënde, ai kishte probleme. Borxhe, njerëz të rrezikshëm dhe një jetë që po I rëshiste nga duart. Eriola e dëgjonte pa lëvizur. Çdo pjesë e saj donte ta ndalonte këtë rrëfim, por një forcë më e madhe e mbante aty. Një natë, vazhdoi Alfonsi, ai erdhi tek unë. Ishte I dëshpëruar. Më kërkoi ndihmë, por jo përpara. Dhoma u mbush me një tension që mezi mbahej. Më kërkoi të mbaja një sekret. Eriola ndjeu zemrën t'i rrihte fort në kraharor. Çfarë sekreti? Alfonsi e pa drejt në sy. Që ti mund të mos ishe vajza e tij. Fjalët ranë si një goditje e rëndë. Eriola u tërhoq një hap mbrapa, sikur dikush e kishte shtyr. Jo, përshpëriti ajo. Kjo nuk është e vërtet, por askush nuk e kundërshtoi. Madje edhe burrat që kishin ardhur për ta ndaluar martesën, tani qëndronin në heshtje, duke lënë të vërtetën të dilte në sipërfaqe. Alfonsi vazhdoi me zërin që I dridhej. Nëna jote kishte pasur një lidhje para se të martohej me Ilirin. Kur mbeti shtatzën, ai vendosi ta pranonte fëmijën si të tijin, për të shmangur turpin, për të shpëtuar nderin e familjes. Lotët I rridhnin në faqe, por ai nuk ndaloi. Por ai nuk ishte I sigurt dhe kjo e shkatërroi. Eriola ndjeu sikur po mbytej. Gjithçka që kishte besuar për jetën e saj po shembej në sekonda. Dhe ti? Pyeti ajo me zë të thyer. Ti e dije këtë gjithë jetën dhe nuk më the asgjë. Alfonsi uli kokën. E dija, por nuk ishte e imja për ta thënë. Ishte një sekret që duhej të vdiste me të, por nuk kishte vdekur, sepse tani ishte gjallë më shumë se kur. Eriola filloi të dridhej. Nëse ai nuk ishte babai im, tha ajo ngadalë, duke u përpjekur të lidhte copat e së vërtetës, atëherë kush është? Heshtje. Një heshtje që këtë herë nuk ishte thjesht e rëndë, por e frikshme. Alfonsi ngriti sytë drejt saj, dhe për herë të parë në sytë e tij nuk kishte vetëm dhimbje, kishte frikë. Një frikë që tregonte se e vërteta nuk ishte mbaruar ende. Ka më shumë, tha ai me zë të ulët. Eriola ndjeu një të ftohtë që I përshkoi trupin. Mos, përshpëriti ajo. Mos më thuaj që, por ai nuk mund të ndalej më. Natën që Iliri erdhi tek unë, vazhdoi ai nuk ishte vetëm I dëshpëruar. Ai ishte I dehur dhe I zemëruar. Ai më akuzoi për diçka që nuk e kisha menduar kurrë. Zëri I tij u bë pothuajse I padëgjueshëm. Ai mendonte se unë mund të isha babai yt. Koha ndaloi. Eriola nuk lëvizi. Nuk foli, nuk mori frymë. Fjalët që sapo kishte dëgjuar ishin më shumë se një tronditje. Ishin një shkatërim total I realitetit të saj. Jo, tha ajo më në fund, me një zë që nuk dukej më I saj. Kjo është e pamundur. Edhe unë ashtu mendova, tha Alfonsi me një herë. E kundërshtova. U betova që nuk ishte e vërtet. Por ai nuk më besoi kur plotësisht. Dhe ti? Pyeti ajo, duke e parë drejt në sy. A je I sigurt? Kjo ishte pyetja që askush nuk donte ta dëgjonte. Dhe përgjigja ishte ajo që do të vendoste gjithçka. Alfonsi heshti për disa sekonda që dukeshin si përjetësi. Jo, tha më në fund, një fjalë vetme, por e mjaftueshme për të shkatëruar gjithçka. Eriola u rrëzua në gjunjë, sepse tani nuk bëhej fjalë vetëm për një martesë të ndaluar.
Bëhej fjalë për një të vërtet shumë më të errët, që njeriu që ajo kishte dashur, besuar dhe ndjekur gjithë jetën, mund të ishte babai i saj. Dhoma dukej sikur ishte ngushtuar. Ajri ishte bërë i rënd, pothuajse i pamundur për t'u marrë. Askush nuk fliste. Askush nuk lëvizte. Eriola qëndronte në gjunjë me sytë ngulur në tokë, sikur po përpiqej të gjente një copë realiteti ku gjithçka të ishte ende normale. Por ajo botë nuk ekzistonte më. Fjalët e Alfonsit vazhdonin të jehonin në mendjen e saj. Mund të jem babai yt. Ajo ngriti kokën ngadalë. Sytë e saj nuk ishin më thjesht të mbushur me lot, ishin bosh. Të humbur. Dua prova, tha ajo me një zë të ftohtë, që nuk i përkiste më vajzës së ndjeshme që kishte qenë dikur. Nuk mund të jetoj me ndoshta. Kjo fjali i theu heshtjen si një thik. Njëri nga burrat e pranishëm tundi kokën. Ka vetëm një mënyrë për ta marrë vesh të vërtetën. Të gjithë e dinin çfarë nënkuptonte. Një test, një përgjigje përfundimtare. Ditët që pasuan ishin të mbushura me ankth. Fshati tashmë nuk fliste më vetëm për martesën. Tani flitej për diçka edhe më të rëndë. Një histori që kishte kaluar kufit e thashethemeve dhe ishte kthyer në një skandal të hapur. Eriola nuk dilte nga shtëpia. Ajo qëndronte e mbyllur, duke shmangur çdo kontakt. Çdo fytyrë, çdo shikim i dukej si gjykim. Ndërsa Alfonsi dukej sikur ishte plakur edhe më shumë brenda pak ditësh. Ai nuk kishte më atë qetësinë e dikurshme. Ishte i heshtur, i tërhequr, sikur po përgatitej për një fund që e kishte ditur gjithmonë se do të vinte. Por këtë herë nuk kishte kthim pas. Dita e përgjigjes erdhi më shpejt se sa e kishin menduar. Ata u takuan në një qytet të vogël, larg syve të fshatit. Ishte një vend neutral, pa zëra, pa gjykime. Vetëm e vërteta. Eriola u ul përballë Alfonsit. Mes tyre nuk kishte më afërsi. Nuk kishte më atë lidhjen që dikur i bashkonte. Tani kishte vetëm një pyetje. Dhe një frikë të madhe. Rezultati u dorëzua në një zarf të mbyllur. Askush nuk foli për disa sekonda. Eriola e mori zarfin me duar që i dridheshin. Ajo ndjeu sikur po mbante në duar jo thjesht një letër, por gjithë jetën e saj. E hapi ngadalë. Sytë e saj lëvizën mbi fjalët. Dhe pastaj u ndalën. Koha u ndal me to. Alfonsi e pa guxuar të pyes. Çfarë thot? Pyeti më në fund me një zë të dobët. Eriola nuk u përgjigj me njëherë. Ajo mbylli sytë. Një lot i vetëm i rëshiti në faqe. Dhe pastaj ajo foli. Është e vërtet. 2 fjalë. Por ato mjaftuan për të shembur gjithçka. Alfonsi uli kokën. Nuk bërtiti. Nuk reagoi. Ishte sikur brenda tij diçka ishte fikur përfundimisht. Sepse tani nuk kishte më dyshime. Nuk kishte më ndoshta. E vërteta ishte e qartë. Ai nuk ishte thjesht xhaxha i saj. Ai ishte babai i saj. Heshtja që pasoi ishte ndryshe nga çdo heshtje tjetër. Nuk ishte tension. Ishte fund. Eriola u ngrit në këmbë. Ajo nuk qante më. Nuk kishte më lot për të derdhur. Gjithçka ishte një gënjeshtër, tha ajo me zë të ulët. Jo, tha Alfonsi me njëherë. Jo gjithçka. Por ishte tepër vonë për të shpjeguar. Sepse ajo tashmë kishte kuptuar gjithçka në mënyrën më të dhimbshme. Lidhja që kishte menduar se ishte shpëtim, ishte në të vërtet një kurthi së kaluarës. Afërsia që kishte ndjer nuk ishte thjesht emocionale. Ishte diçka shumë më e thellë dhe shumë më e rrezikshme. Martesa, tha ajo, duke marrë frymë thellë, nuk do të ndodh. Alfonsi mbylli syt. Ai nuk kundërshtoi. Nuk kishte çfarë të kundërshtonte më. Kjo nuk duhet të kishte ndodhur kurrë, vazhdoi ajo. As këto ndjenja, as ky mendim. Zëri i saj u thye për herë të parë që nga momenti që kishte lexuar rezultatin. Ne nuk ishim vetëm të gabuar, ne ishim të verbër. Alfonsi nuk foli, sepse e dinte që ajo kishte të drejtë. Ata u ndan atë ditë pa përqafime, pa fjalë të mëdha. Vetëm me një të vërtetë që do t'i ndiqte gjithë jetën. Eriola u largua nga ai qytet dhe nuk u kthye më në fshat. Disa thanë se kishte shkuar jashtë shtetit. Të tjerë se kishte nisur një jetë të re diku ku askush nuk e njihte. Askush nuk e dinte me siguri. Dhe ndoshta kështu ishte më mirë. Ndërsa Alfonsi u kthye në shtëpinë e tij. Vetëm. Më i vetmuar se kurrë më parë. Por këtë herë nuk ishte thjesht vetmia që e mundonte. Ishte e vërteta. Një e vërtet që kishte fjetur për dekada dhe që kur u zgjua shkatërroi gjithçka.
Në jetë, disa sekrete nuk janë bërë për të zbuluar. Jo sepse nuk duhet të dihen, por sepse e vërteta ndonjëherë nuk shëron, ajo shkatëron.